Po shiko, shpesh na bëhet kjo pyetje, pse njerëzit në Ramazan jenë më të përkushtuar. Pastaj me kalimin e Ramazanit thjesht po ndryshojnë shumë. Pjesa e madhe ose një pjesë prap bin në atë nivelin ku kanë qenë. Shiko, Ramazani do të na vëdësoj neve. Dhe na do ta dimë që ne në Ramazan përkushtohemi për hir të Allahut. Po Allahu që është një. Ai Allahu i cili është i muajit Ramazan, i njëjti Allah, i njëjti Zot, po ai Zot është Zoti i muajit Shawale, Dhul-Qa'de, Dhul-Hijje e kështu me radhë. Pra ne si duket nuk po jemi boll të vetëdijshëm, nuk po jemi boll domethënë të kujdesshëm që me ditë se Allahu xhaleshanuhu, Zoti një i vërtet, është edhe Zoti i Ramazanit, edhe Zoti i muajve të tjerë. Por gjithmonë është një Zot, subhanahu wa taala. Andaj kur ne në Ramazan po munduhemi të jemi më të përkushtuar, edhe po përkushtohemi më shumë. Do të më ditë se edhe jashtë Ramazanit e kemi Zotin, e kemi Allahun, e kemi ai i cili na ka porosit që ne të vazhdojmë me adhurime deri në vdekje. Allah thotë në Kur'an: "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." Adhuru Allahun derisa të vjen vdekja. Pra Allahu po thotë në Kur'an: adhuru Allahun derisa të vjen vdekja. Pra derisa të jesh gjallë, jo deri në Bajram. Pra ta kuptojmë. Na do të adhurojmë Allahun deri në vdekje, jo deri në Bajram. Andaj të jemi të kujdesshëm që edhe mas Ramazanit të vazhdojmë me adhurime, me ibadete, me punë të mira. Normalisht që nuk mundna me qenë të njëjtë sikur në Ramazan, sikur është Ramazanit. Mirë po s'po ku ato farzet e mëdha, obligimet e mëdha, sikur që është qofse na në Ramazan ja kanë anis mi fal 5 kohët e namazit, atëherë të vazhdojmë edhe mas Ramazanit mi fal 5 kohët e namazit. Qofse na në Ramazan i kena bërë do shumë nafile, është normale që jashtë Ramazanit na shtasmuna mi bëj çdo nafile. Për shembull në Ramazan kena lexuar më shumë Kur'an, në Ramazan kena dhënë më shumë sadaka, në Ramazan kena dhënë iftare, në Ramazan kena vizitu njerëz, në Ramazan i kena bërë do nafile pak më shumë. Është normale që mas Ramazanit s'mujna mi bëj çdo nafile, sepse më nuk është Ramazan. Mirë po me forcë do të vazhdojmë. Pra në qofë se Ramazani kena falë 5 kohët e namazit, të vazhdojmë edhe mas edhe jashtë Ramazanit me 5 kohët e namazit. Në qofë se Ramazan e kena ru gjuhën, mos me bo mkate, mos me bo gibet, mos me bo vepra të cilat janë ndalune, ata të vazhdojmë edhe mas Ramazanit që ta rujmë gjuhën, ato që kanë mkate. Pra të rubi për mkateve, sukur që në ru në Ramazan, të mundohemi, të ruhemi edhe jashtë Ramazanit. Pra, nuk kërkohet që ne edhe jashtë Ramazanit të jemi të njëjtë në nafile, por kërkohet që jashtë Ramazanit të jemi të njëjtë në farze. Allahu inshallah na lehton.